Gjykata e Apelit të Posaçëm ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për Florence Çapjan, që u ekstradua në fillim të muajit maj nga Dubai, me dyshimin se është përfshirë në dosjen plumbi i artë. Ndaj Çapjas rëndonte një masë sigurie në mungesë për akuzën e sigurimit të kushteve për vrasje, në dëm të Sokol Sanxhaktarit, dhëndrit të ish kryebashkiakut të Elbasanit, Qazim Sejdini, plan që nuk u realizua. Përmes avokatit, Çapja ka pretenduar se nuk ka përdorur Sky SCC dhe se akuza ndaj tij është ngritur vetëm nga një deklarim i Nureddin Dumanit e Henrik Hoxhait. Në të njëjtën kohë, Florence Çapja është dënuar me burg për jetë si një nga porositësit e vrasjes së Gentian dhe Nezir Beqirit në të vit dubël. Në të njëjtën kohë, Florence Çapja është dënuar me burg për jetë si një nga porositësit e vrasjes së Gentian dhe Nezir Beqirit në vitin 2012 në Elbasan. Babë e bir u vra në banesën e tyre, ku Gentian Beqiri ishte në arrest shtëpie dhe ruhej me 2 policë në derën e shtëpisë, pasi akuzohej si autori i vrasjes së biznesmenit të njohur Sokol Çapja. Ngjarje kjo e ndodhur në dhjetor të vitit 2005, i cili dyshohet se u pagua nga fisi i çelajve. Vrasja e Gentian Beqirit u krye në ambientet e brendshme të banesës së tij, që ndodhet në lagjen sportiv vjetër në Elbasan, ku teksa qëndronte i shtrirë në krevat pasi ishte i paralizuar, është qelluar për vdekje me 7 plumba të një pistolete me silenciator dhe më pas mbytën dhe baban e tij Nezir Beqiri. Në fillim të janarit të këtij viti, SPA kërkojnë konfiskimin e pasurive të sekuestruara Florence Çapjas, pasi që prej vitit 2022 nisi një hetim pasuror. Nga 10 pasuri të sekuestruara, 8 janë në emër të babait dhe nënës së Florence Çapjas, të gjitha në lagjen Emin Matraxhiu në Elbasan, që konsiderohet si bazë e grupit të strukturuar kriminal të Çapajve.